Një histori që shumë pak vete din, edhe pse aty këtu shfaqet, sidomos në rrjetet sociale, diku e transformuar, diku e vërtet, diku kaotike, është historia që lidh Palestinën e sotme me Shqipërinë. Po çfarë lidhje mund të ketë midis Palestinës dhe Shqipërisë, veç lidhjes normale me dy vendeve? Po ka një lidhje. Kryeministri i parë i Palestinës, kryeministri i parë i gjithë Palestinës, siç quhej, ishte një shqiptar. Ky burr që po shihni këtu, Ahmed Hilmi Pasha, u zgjodh si kryeministri i parë i Palestinës në vitin 1948. Emri i tij ishte Ahmed Hilmi Pasha ose Arnauti, po quaj një nov që tregonte ose një titull që tregonte prejardhjen e tij shqiptare. Por ç'lidhje kishte Ahmed Hilmi Pasha? Si u vendos ai në Palestinë? Çfarë raporte kishte me Shqipërinë dhe me Palestinën? Ku jetoi dhe si vdiq? Është një nga historitë shumë interesante, në fakt, edhe pse është një histori që kemi shumë pak dhëna, shfaqet aty këtu në rrjetet sociale, thash, në për një lloj kaosi, pjesa më e madhe e tyre janë të dhëna jo të vërteta, po unë po fokusohem tek aq material sa kemi. Ahmed Hilmi Pasha ka lindur në zonën e Libanit të sotëm, në atë kohë një territor i perandorisë osmane. Qyteti quhet Sidon, ishte një qytet në të cilin një prej ofiqeve më të larta e kishte babai i tij që quhej Abdul Baki. Abdul Baki, mbiemrin fakt Abdul Baki duhet jetë mbiemër shumë e vështirë ta kuptosh më saktë, po dihet që babai i tij ishte një zyrtar i nivelit të lartë të perandorisë osmane që kishte arritur të ngjiste shkallët në hierarkinë ushtarake të perandorisë osmane. Ahmed Hilmiu lindi pra në Sidon, ai u transferua në Stamboll, ku zhvilloi pjesën e parë të studimeve, më pak u rikthye në Damask, u ristudioi në Damask dhe në Kairo, jeta e tij kaloi përmes disa prej qyteteve kryesore të zonës së lindjes mesme të sotme, pra zonës së Palestinës, dhe u instalua përfundimisht në Jeruzalem. Fjala Arnauti përkufizon jo vetëm atë, por dhe një komunitet të tërë shqiptar që unë i kam takuar personalisht në Damask edhe një vit më parë, gjatë vizitës pas rënies regjimit Asadit, atje dhe instalimit qeverisë së Xholanit në një farë mënyrë, që ende sot konsiderohen një komunitet solid, i njohur zyrtarisht nga shteti sirian, që mbajnë emrin Arnaut, dhe që kanë po ashtu lagjen e Arnautëve dhe xhamin e Arnautëve. Pjesa më e madhe e tyre janë nga Shkodra dhe nga Kosova. Tani nga vinte Ahmed Hilmi Pasha. Mendohet që është shumë e vështirë thuhet, po mendohet që ka 3 vende prej nga i mund vinte. Elbasani, Shkodra ose Janina. Deri tani, të paktën deri tani, nuk kam gjetur të dhëna më të thella, dhe duhet ndoshta dikush tjetër mund të ketë informacion më shumë, po dihet që Ahmed Hilmiu kishte ardhur nga Shqipëria, nuk është shumë e qartë nëse transferimi në Shqipëri ishte bërë i stërgjyshit, i gjyshit apo i babait të tij. Dihet që babai po ashtu ka qenë zyrtar shumë i lartë në zonën e Libanit dhe në pjesë tjera të perandorisë osmane, siç lëviznin në atë kohë pjesa më e madhe e zyrtarëve të lartë perandorisë osmane. Ai me njerë pas shkollimeve, ai pati një rang të lartë edhe në perandorinë osmane, pra filloi të kishte, por ndërkohë pjesa më aktive ka lindur në vitin 1000, po i shoh, ka lindur në vitin 1883, kështu që thuaj se ai filloi të rritej në kohën që Perandoria Otomane ishte në rënim, ai arriti të kishte një karrierë ushtarake, u shpall, mori gradën e generalit, por e mori gradën e generalit një kohë kur ushtria osmane ishte në shkalafitje e sipër, pra në momentin që po e humbte, po themi, peshën e saj reale, dhe sidomos me siguri duhet këtë shërbyer në kohën kur kryengritja arabe vitit 1920 i përzuri osmanët jo vetëm nga ajo zonë, por i rrethoi në Akaba, është një histori e famshme, dhe një pjesë të madhe të ushtrisë osmane e masakroi. Kështu që Ahmed Hilmiu arriti të mbjetoj, ai u vendos në mbretërinë shumë e shkurtër arabe të Sirisë, filloi të funksiononte fillimisht si bankier, më pas si ministër i financave
në qeverinë pra në qeverinë e mbretërisë së Sirisë, pastaj u transferua si ministër financash në Transjordani. Transjordani është pjesa e sotme e Palestinës dhe u bë pjesëtar i Komitetit Unionit dhe Progresit, Bashkimit dhe Progresit, i cili ishte një strukturë politike që tentonte të konsolidonte vetë qeverisje në Palestinë. Në këtë kohë, rreth vitit kolonët e parë hebrej mbritën në Palestinë rreth vitit 1882, në kohën e Sultan Abdulhamidit II dhe morën koncesione të mëdha, në fakt, kur kryeministër i Perandorisë Osmane ishte Ferit Pash Vlora. Ndërkohë, në vitin 1917 britanikët hyn me trupa, në 1920 morën administrimin e Palestinës. Nga viti 1920 deri në vitet 1947-48, britanikët favorizuan maksimalisht hebrejt. Në këtë kohë, Ahmed Hilmi Pasha ishte një prej pjesëtarëve të atij që quhej Komiteti për Administrimin e Palestinës, pra që mundohej të kontrollonte ose të luante një rol ndërmjet si mes britanikëve që administronin Palestinën dhe popullatës. Ai u bë themeluesi Bankës Arabe në atë kohë dhe komisioner në Komisionin e Lartë Arab. Ai mori pjesë në takimet e gjata që u zhvilluan në Britaninë e Madhe për të shpallur pavarësinë e Palestinës dhe në vitin 1947, në kohën kur Kombet e Bashkuara vendosën të njohin shtetin e Izraelit dhe shtetin e Palestinës, Liga Arabe vendosi që të ngrinte sa më shpejt qeverinë e Palestinës, në mënyrë që ti përgjigjej, po themi, krijimit të shtetit të Palestinës. Shpallja e qeverisë Palestinës u bë në El Falah, në shkollën El Falah në Gaza, në 22 shtator vitit 1948. Në atë kohë president ishte Haxhi Amin Husseini, i cili ishte mullau i madh i Jeruzalemit, u quajt president në mënyrë simbolike, ndërsa kryeministër Ahmed Hilmi Pasha, shqiptari, si quhej El Arnauti, pra, i cili erdhi në krye të qeverisë në një kohë shumë trazuar dhe pa pasur shumë gjëra në dorë. Natyrisht që në këtë kohë filloi edhe sulmi i Izraelit për të marrë një pjesë të territoreve të Palestinës, duke mos njohur vendimin e Organizatës Kombeve të Bashkuara që krijonte dy shtete. Liga Arabe po ashtu ju përgjigj duke mos e njohur ekzistencën e shtetit të Izraelit. Izraeli u reagoi për të mbijetuar, nga ana tjetër filloi edhe të merrte territoret që zyrtarisht i takonin Palestinës dhe ishin sankcionuar nga Organizata Kombeve të Bashkuara. Por gjithsesi, me gjithë qeverinë e tij, e cila zgjati disa kohë, Ahmed Hilmi Pasha nuk arriti asnjëherë që ai të kishte të ndërtonte një qeveri stabile, edhe pse ndërtuan një legion arab, një lloj ushtrie, ai mbeti thjesht një drejtues në atë kohë, ushtarak po themi, në vitin Mejer mbas tërheqjes nga kryeministër, në distriktin e West Bankut ose Bregut Perëndimor, siç e quajmë ne sot. Ndërkohë që ai e krijoi qeverinë e tij në Gaza. Karriera e tij e shkurtër nuk i dha ndonjë mundësi që ai të kishte shumë akses në politikën e Palestinës, por ai njihet si themeluesi i parë i shtetit të Palestinës dhe kryeministri i parë i shtetit të Palestinës. Më pas ai u largua edhe në ndikimin e Egjiptit, shkoi në Kairo, jetoi një periudhë të gjatë kohe atje dhe vdiq në Liban, pa në të njëjtin vend ku kishte lindur, në vitin 1963. Nuk ka shumë dëna për të, është e konfirmuar zyrtarisht që ai ishte me origjinë shqiptare, ka thënë dhe ai vetë, por as ai nuk ka treguar kurse nga cilat zonë Shqipërisë vinte. Shpresoj që dikush të ketë më shumë informacione, por kjo është lidhja pra që ka midis Shqipërisë dhe Palestinës, është lidhja përmes këtij personi këtu, Ahmed Hilmi Pashës, që siç e thotë dhe i pari kryeministër, Prime Minister of the All Palestine Government, pra kryeministër i gjithë qeverisë së Palestinës. Ahmed Hilmi Pasha, i lindur në Liban nga një familje shqiptare dhe i vdekur po në Liban.